Me që jemi edhe tek simptoma që ta qartësojmë edhe mos krijojmë dilema, a është çdo herë gërhitja simptoma e para atë nesë gjumit, apo ka njerëz që thjesht gërhasen dhe nuk kanë problem? Edhe gërhitja shpesh lidhet me apne, po ne nuk e marrim gërhitjen si simptomen bazë. Vetëm simptoma apo problemi kryesor, sepse ka njerëz që gërhasen, po nuk kanë ulje të saturimit, nuk bjen oksigjeni në gjak, edhe nuk ka pauza të rrjedhjes së ajrit, ndërprerje. Na këto muj me pa është një farë indeksi ngërhitjes që bëhet me atë poligrafin që ne e bëjmë, edhe në bazë saj nëse e shohim që nuk ka probleme, edhe nuk ka simptoma, nuk e ngucim fare. Në shumicën e rasteve ngërhitja përcillet me si simptome apnes, po janë pauzat që njerëzit e shohin që familjarët tyre kur po flan, po ndërprehet. Pastaj në simptomat gjatë ditës, cilat ai din vetë pacienti. Lodhja tipike është karakteristike, sidomos kur ne e pyesim për gjumin që përmenda, ai gjithmonë ka më referu që është shumë i përgjumur, sidomos e kry drekën edhe sa po të ha diçka duna me flajt sepse marr gjumi tepër ose mas dite kur të jenave punës nuk duna me flajt se jam tepër i lodhur. Edhe pse flaj 7 orë unë prap ka mungesë gjumit. Tash si sfundi veç me bani shembull, në shumë vende të Evropës kanë shti si testimin për apne gjumit kanë shti obligativ të shofert e kamioneve edhe autobuseve. Pikërisht për shkak rrezikshmërisë që ka në komunikacion, kanë bërë obligative, edhe njerëz që vozitin kamion edhe autobus, do të thënë distancat e gjata gjatë natës, duhet patjetër të bëjnë testin e apnes, në mënyrë që mos kanë apne të gjumit, bëjnë poligrafin, sepse ata që kanë apne të gjumit, rrezikshmëria për me pas aksidente është shumë